E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Liljen në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Një lajm që në fakt po bën sot bujën në median sociale, në median ros. Do të flasim pikërisht për Sara Hoxhën dhe Ledion Liçon, një çift i cili për vite me radhë kanë qenë shembull i dashurisë, kanë qenë shembull i bukur i një jete fantastike dhe një punë profesionale të mrekullueshme. Çifti që për 3 vite me radhë, në fakt, po bën investime të mëdha në jetën profesionale. Domethënë çifti që ka mbërthyer të gjithë shqiptarët me dashurinë e Big Brotherit, çifti që ka bërë për vete të gjithë shqiptarët në televizionin Top Channel, nga të gjitha lajmet e medias ros, siç duket ekziston një krisje mes kësaj marrëdhënies. Do të flasim tashmë për Ledionin dhe për Sarën. Në përtituit gjigant, në përtituit kryesor në përballina, shkruhet se Ledioni dhe Sara kanë shkatruar dhe kanë prishur marrëdhënien e tyre. Siç duket, çifti është ndarë, por ky lajm që endet këtej andej nuk është konfirmuar zyrtarisht nga Ledioni apo nga Sara. Do të thënë, po të hedhim një sy në Instagramin e tyre dhe po të shikojmë ndonjë lëvizje të tyre, nuk kemi një argument të zyrtarizuar nga Ledioni dhe Sara që të konfirmojnë ndarjen e tyre. Nga Ledioni kemi fotografi, kemi postime, kemi reklamat emisioneve të bukura që televizioni Top Channel do të sjellë, nga emisionet fantastike që televizioni Top Channel do të sjellë. Por nuk kemi një deklaratë që Ledioni është ndarë nga Sara. Nëse do të shkojmë tek followersat për të klikuar followersat e Ledionit edhe të Sarës, për të parë se si shkon marrëdhënia, Ledioni e ndjekën Sarën, Sara e ndjekën Ledionin. Do me thënë, në qoftë se një çift ndahet, e para gjë që bëjnë është që heqin njëri tjetrin nga rrjetet sociale, sepse është e vetmja dosje publike që identifikon marrëdhënien e tyre. Do me thënë, kjo nuk kupton që lajmi i cili ka ngatëruar publikun lart e poshtë për marrëdhënien e Sarës edhe të Ledionit, fatkeqësisht edhe fatmirësisht, do të kisha thënë në këtë rast, rezulton tjetë i rejshëm. Fatmirësisht për fatin e Ledionit edhe të Sarës, por fatkeqësisht për fansat të cilët e kanë përjetuar këtë lajm sikur të ishte një gjë e vërtetë. Ledioni dhe Sara kanë një marrëdhënie shumë të bukur mes njëri tjetrit. Janë një çift që kanë gjuhën shumë të përbashkët, që kanë natyrën e përbashkët, që kanë botën e përbashkët, që kanë shpirtin e përbashkët në këtë rast. Dhe pikërisht është kjo Sara Hoxha, e cila me qetësinë e saj ka ruajtur dashurinë edhe marrëdhënien me Ledionin. Ledion Liço është shumë i lumtur që ka nisur një sezon goxha të bukur dhe një sezon fantastike në televizionin Top Channel. Të gjitha emisionet që tashmë janë publikuar, siç duket, ka nisur me një intensitet shumë të lartë dhe presim në ditët në vazhdim për të na zbuluar edhe detaje interesante nga shtëpia e Big Brotherit. Kjo që nuk kupton që marrëdhënia mes Ledionit edhe Sarës, do të thënë, nuk ka një krisje, është një marrëdhënie e vërtetë dhe gjithçka është në momentet e tyre më të bukura dhe më fantastike. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdojmë na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.